Faleminderit Iva. Jemi në ambientet e Alta Group. Rubrikën e gastronomisë do ta nisim me një shef të ri në moshë, por jo nga eksperjenca. Quhet Redon Beqiri. Përshëndetje Antoneta, faleminderit, kënaqësia ime. Unë kam një kënaqësi të shtuar që do të kemi ushqim sot. Duhet të theksojmë që Redoni, pavarësisht se është i ri në moshë, 27 vjeç, ka një eksperiencë jo vetëm në kuzhinën shqiptare, por edhe në atë nordike, pasi ka jetuar dhe punuar në Norvegji. Dhe ti do na sjellësh pak edhe aromë dhe shije të kuzhinës norvegjeze edhe sot. Ne kemi zgjedhur 2 receta sot, sallatën quinoa që është interkontinentale, edhe një pjatë në pjesën e detit, pra edhe det edhe tokë, kemi fish and chips, një pjatë vërtet e lezetshme që shoqërohet me pataten, peshk me pataten, edhe pjesën e sallatës me quinoa. Janë të dyja shumë të shëndetshme. Kemi sallatën quinoa që është healthy, përdoret për dietat, ka yndyrnat e mira për trupin, kalori të ndryshme. Le të fillojmë, së pari kam përshtypjen me sallatën, do të nisim direkt me zgjerrjen e sallatës quinoa dhe më pas do të përgatisim edhe brumin për pjesën e fish and chips. Okej, pjesën perfekt. E peshkut. Kemi përzgjedhur një sallat mix quinoa, ndryshe nga quinoa e bardhë ose vetëm e kuqe, kemi bërë një mix. Do të bëjmë një shplarje shumë të mirë 2 deri në 3 herë të pjesës larjes së sallatës, pastaj do ta zgjejmë për rreth 10-15 minuta. Bashkë si unë si ju, do mësojmë që ta bëjmë vetë në shtëpi dhe jo vetëm ta porosisim e ta konsumojmë në restorante. Pjesën bazike të quinoas që do ta bëjmë me pjesën e avokados, do të bëjmë një tartar avokado. Okej. Do të bashkojmë edhe mangon. Oh, mango, fruti im preferuar. Po. Ke ndonjë recetë preferuar si shef kuzhine që mendon që është pika jote e fortë në kuzhinë? Më përpara mendoja se kam pasur kuzhinën e peshkut të preferuarën time, por mbas të eksperiencave çdo kuzhinë është shumë e bukur për ta mësuar dhe njeriu ka vërtet shumë për të mësuar. Kam arritur të kuptoj që kuzhina është një kulturë dhe të dish të gatuash ose të dish mbi ushqimin është një kulturë për veten tënde. Çdo recetë, si sallatat, si peshku, si mishi, për mua është kënaqësi t'i gatuaj më shumë se sa një punë. Do vazhdojmë me quinoa duke përzier apo jo? Në këtë moment do të vendosim quinoan të ziej dhe për rreth 10-15 minuta do të presim sa quinoa të jetë gati. Dhe në këtë moment do të vazhdojmë edhe me pjesën e perimeve që do të përgatisim për sallatën e quinoas dhe po ashtu edhe me përgatitjen e fish and chips të brumit të peshkut, që do të shpjegojmë hap pas hapi se çfarë do të na duhet për të bërë një brum sa më të mirë dhe konstant për pjesën e peshkut. Do të na duhet birr, miell, krip edhe fryrës. Sallata quinoa është për fibrat që ka, është për mendimin tim duhet të jetë në çdo recetë dietike, është dhe duhet të jepet për vlerat ushqyese që ka, kështu që sallata e fuqisë. Trajnerët në palestër e sugjerojnë shumë quinoan, kështu që kam përshtypjen ka lidhje edhe me fuqinë. Po pjatën tjetër? Aroma e detit. Aroma e detit. Kjo bëhet me birr, por bëhet edhe me ujë të gazuar. Është pjesa e gazit që e bën brumin e shishëm. Do të ndihmosh pak edhe me telin e vezëve. Edhe kjo duhet jetë një masë konstante, të jetë një masë kremoze, as e holl, as e trash, sikur po bëjmë një brum për krepat. Do me thënë sasia e birrës që fusim është e masi me sy. Apo Në pjesën e kuzhinës e masi me sy, nëse do e përgatisim për në shtëpi, do të na duhet 100 gram miell me 150 ml birr. Për shembull, unë gjelin e detit, unë e përgatis me birr pjesën e gjelit, zjerjen e gjelit që e bëj më përpara pjekjes, e përgatis me birr. Jep edhe shije, edhe aromë, birra e zezë. Na tregu pak më shumë nga eksperienca jote e punës në Norvegji. Unë në Norvegji kam mësuar që të qenurit punëtor është të jesh të ndihesh njeri. Domethënë respekti është maksimal për punëtorin dhe përgjegjësia e punës është vetëm për atë çfarë je i profilizuar në atë pozicion pune që ke. Brumin e kemi gati, do të shtojmë pjesën e kripës tek brumi. Okej. Do të vazhdojmë tani edhe një herë, rikujtojmë recetat që do të kemi sot në rubrikën e gastronomisë. Atëherë, do të shpjegoj pak pjesën për fish and chips, se e nisëm dhe nuk e shpjegova që nga fillimi. Për gatimi fish and chips do të na duhet një peshk i bardhë, siç është koce, levrek, merluz, edhe shumë lloje peshqish të tjerë, por jo vetëm i bardhë. Duhet jetë edhe me tulin e trash, që pjesa kur kjo të kaloj pjesën e skuqjes, brenda të rri goxha i butë edhe i lëngshëm.
jashtë jetë krokant dhe brenda të jetë mjaft i butë. Sot kemi dhënë merluc. Ne kemi marrë merlucin sepse është peshku më pa hala që mund të gjesh në treg dhe është mjaft i plot në pjesën e tulit. Edhe është perfekte në pjesën e këtij lloji gatimi. Ne kemi marinuar peshkun, ne kemi ndarë në fileto, kemi marinuar me krip, do ta vazhdojmë në pjesën e brumit që kemi bërë, një tip tempure, dhe më pas do ta kalojmë pastaj në tenxhere me 160-180 gradë temperatura e vajit. Në këtë moment do të presim, do të përgatisim edhe pjesën e produkteve që kemi për sallatën e quinoas, po ashtu edhe për pataten se fish and chips. Domethënë do të bëjmë edhe pjesën e chipsit patates, që do ta kalojmë në zjerje në fillim. Do ta kalojmë në zjerje në fillim patate dhe pastaj mbrapa do ta kalojmë në skuqje. Në këtë moment do të vazhdojmë, me që jemi me 2 receta njëkohësisht, do të vazhdojmë me zjerjen e përgatitjen e quinoas, për kjo të jetë gati. Ne kemi bërë gati po ashtu edhe pjesën e perimeve që do të përziejmë për sallatën e quinoas. Do të marrim një tasë dhe t'i vendosim të gjitha pak me pak. Kjo është një avokado e pjekur dhe për gjithmonë edhe në pjesën e shtëpisë, për të parë që nëse avokado është e pjekur apo jo, gjithmonë e shikojmë tek pjesa e aty ku është pjesa edhe e kërcelit. Kjo është mjaft e pjekur, do të na duhet vetëm një gjysmë. Gjysmën tjetër? Do të na duhet e përdorim më mbrapa. Tjetër? Kemi dhe një pjatë ku do të shoqërojmë fish and chips, avokadon po, pomodorinin, do të na duhet edhe spinaqi, djathin e bardhë. Këto hyn tek ushqimet e mia të preferuara. Avokado, pomodorini, spinaq. Jemi njerëz që ham shëndetshëm. Edhe përpiqemi, përpjekur edhe sot të sjellim gjëra të shëndetshme. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Unë e them te të gjithë të rinj, të dish të gatuash ose të dish mbi ushqimin është thjesht kulturë për veten. Nuk është e thënë që të dish. Rubrikën tonë do të ketë në shumicën e kohës vetëm ushqime të shëndetshme. Atëherë kemi pjesën e pomodorit që do ta shtojmë bashkë me një pjesë të avokados. Do ta tregojmë të gjithë këtë pjesë. Ndërsa pjesën tjetër do e bëjmë për tartar. Okej. Do t'i shtojmë në tasin e marinimit. Djathin e bardhë, do të na duhet një pjesë e vogël dhe do ta fermojmë sa më imët. Për pjesën e patateve, se po i shoh këtu, mos ndoshta duan dhe to kohën e tyre apo do jetë thjesht për t'i gatuar? Patatja do të skuqet për pjatën e peshkut. Do ta presim dhe do ta vendosim më mbrapa, po ashtu me lëvore e kemi larë mirë dhe do ta vendosim të ziej e prerë për 3 deri në 4 minuta. Më pas një pyetje, patatet duhet të jenë sa më të vogla, aq më të mira janë apo s'do thotë gjë fare? Këto janë 2 lloje të ndryshme patatesh. Kjo është një patate që nuk rritet, quhet baby potatoes, patate baby. Kjo është pjesa për pjesën e fish and chips. Ti zgjodhe pataten e madhe. Patatja e madhe është për fish and chips, pastaj për lumpin. Dhe në moment që do të kemi edhe quinoa gati, do të vazhdojmë me pataten, por ashtu edhe në quinoa do të shtojmë edhe karkalecat. Okej. Ti sjellim edhe sallatës së quinoas pak aromë deti. Të ndodh her pas here që të mungojë një ingredient edhe si ja bën për ta zëvendësuar apo thjesht Kjo ndodh shpesh herë në kuzhinë, por nëse jemi në restorant, nëse kemi mungesë ingredientësh dhe janë kryesor, atëherë nuk mund ta shërbejmë si pjatë. Ndërsa është një element shtesë, mund ta zvendësojmë me shumë produkte të tjera, siç është domatja, pomodorini, salsa, që mund të një nga këto 3 ingrediente do t'i kesh se s'bën. Po. Po në rast ne sot kemi sallatë me quinoa dhe kemi mango, nëse nuk kemi mango. Nuk është një element, nuk është një element, është një element plotësues, po. Është plotësues. Tu ne kemi quinoan, vaj, krip edhe jemi në rregull. Nëse do të na mungojë diçka. Këtë e kemi pothuajse gati. Edhe 2 minuta është gati. Këtu do të bëjmë marinimin për pjesën e sallatës të quinoas. Do të na duhet edhe majdanoz, ndërsa pjesa e spinaqit është për një sallatë në pjesën e quinoas, një sallatë shkon shumë bashkë me quinoan. Kaq majdanoz është mjaftueshëm, do të përdorim kemi pjesën e kësaj
të spinaqit që do ta vendosim në fund edhe për dekorin, por edhe për shijen e quinoas. Një gjysmë limoni është i mjaftueshëm, do të na duhet pak vaj ullirit nëse më ndihmon pak. Pjesën e fish and chipsit do të na duhet një salcë tartar, që do të përgatisim me majonezë, mostardë, kaperi, edhe kemi edhe pak turshi kastraveci. Kemi edhe për pjesën e dekorit, pomodorini, kemi spinaqin, kemi edhe limonin. Sallatën e kemi këtu që i kemi hedhur limonin, do t'i shtojmë pak krip, vajin e ullirit. Perfekt. Do t'i bëjmë një përzierje. Mos duhet të çojmë satën me quinoas. Është gati. Ndërkohë që shefi po tregohet një shef perfekt që përveç se bën një ushqim shumë interesante dhe të shijshëm, edhe përpiqet që ambientin ta lë perfekt. Unë për shembull e kam një çik vështirë këtë në kuzhinë kur futem, por nuk bëra një rëmuj të madhe që të humbasësh kur futesh në kuzhinë, e kam të pamundur. Është një fakt që shefat më të mirë në botë janë rëmujaxhinët më të mëdhenj. Okej. Që ta cilësoj këtë recetën e peshkut me patate perfekte, si duhet të jetë peshku në fund? Duhet të jetë krokant? Atëherë, pjesa e fish and chipsit është një që e tham edhe që pare, folëm pak më përpara, një peshk me tulin e trash për të ndënjur i but brenda, por krokante nga jashtë. Edhe zjerja e patates, prandaj zgjidhet gjithmonë një patate me lëkurën e hollë, edhe kjo ka edhe vitamina, edhe vlera ushqyese, se ka marrë direkt vlerat e saj nga toka. Thjesht do t'i bëjmë një larje sa më të mirë me një tel enësh ose me një sfungjer të vogël. Patjetër, kemi zgjedhur pataten me lëkurën e hollë, do t'i japim një zjerje 5 minuta, 3-4 minuta, që edhe patatja të marrë një zbutje të vogël, por edhe në momentin e skuqjes edhe kjo të jetë krokante nga jashtë. Pra, do më thënë, dy produkte, peshku edhe patatja, që do të jenë të dyja krokante dhe janë realisht të shëndetshme, por edhe kanë vitamina, vlera ushqyese, vitaminat, do të thotë ngjanë si një fast food, por në realitet është vërtet shumë e shëndetshme. 4 minuta do të përgatisim sa të na bëhet patatja, do të heqim pataten dhe do të vendosim vajin për skuqjen edhe të patates, edhe të një tigan. Vaj që do të përdorim për skuqje është? Vaj lule djedhë, po patjetër. Është vërtet ajo që kam dëgjuar që vaji ullirit kur skuqet shumë krijohen shumë kimikata dhe është i dëmshëm për shëndetin. Vaji ullirit digjet. Domethënë po kaloj temperaturën mbi 100 gradë, 95-100 gradë digjet. Edhe kjo diçka e djegur nuk na bën mirë për stomakun. Ndërsa vaji lule diellit është ruan më tepër temperaturat, nuk është më i shëndetshëm sa vaji ullirit, por që nuk kthehet në kancerogjen, domethënë në formën që mund të kthehet edhe vaji ullirit. Atëherë kemi përdorur quinoan, pomodorin, ullint, djathin e bardhë që e kemi ngrirë brenda. Kemi një moment djath lope, çfarë do lloj, ajo është sipas shijeve, nëse do e shton, nëse nuk do nuk e shton. Djathi i dhis po ashtu ka një aromë shumë të mirë që mund të kombinohet edhe me këtë lloj sallate. Varet nga preferenca e kujdo. Ndërsa djathi i deles është pak i rënd, po djathi i lopës që është pak më neutral edhe në pjesën e aromës është shumë i mirë. Kemi shtuar ullirin, djathin, krip, vaj ulliri, limon. Kemi shtuar edhe pak avokado që e kemi përzirë me pjesën e sallatës. Dhe kjo është bërë një pjesë edhe homogjene, bashkë me të gjitha këto produkte që ka, për të mbajtur edhe formën në pjatë të sallatës. Për një moment mendova se të provojmë. Jo, më mbrapa do e provojmë. Do të bëjmë edhe një tartar të vogël me avokadon për ta shtuar poshtë në bazën e quinoas. Po ashtu kemi edhe një salcë tartar për të prezantuar edhe pjatën që kemi me fish and chips. Po ashtu kemi edhe karkalecat që do ja shtojmë pjesës së sallatës quinoa nga lart. Atëherë patatja ka zirë në mënyrë shumë të mirë, do t'i zhvendosim. Do t'i kaloj këtu? Jo, do t'i vendosim për t'i gatuar më mbrapa. Do të vendosim edhe karkalecat. Do të na duhet do afrojmë pjesën për peshkun, se pothuajse jemi gati drejt përfundimit me të dyja recetat. Do të na duhet një pjatë për të vendosur pjesën e sallatës quinoa, pjatën tjetër e kemi të fish and chips, dhe do të hapim pak vend. Kemi edhe një salcë shumë të shpejtë që do të bëjmë salcën e tartarit. Do të na duhet edhe një formë, të lutem më ndihmo pak.
Shtojmë karkalecat për 1 minutë, 2 Krip ka minuta. përshtypjen ke nevojë? Pak më mbrapa. Do të bëjmë edhe heqjen e do të na bësh një luk. Përpiqesh Për kollaj, gjithmonë po që heq të këtë. kripën t'ja shtosh edhe karkaletit edhe salcës shoqëruese apo ndonjëherë se për shembull Pra ndodh ne- që i fut të dyjave dhe bëhet me shumë krip Ne kemi marinuar sallatën aq sa duhet për një sallatë. Dhe pjesa tjetër tek karkaleci do të marinohet për pjesën e karkalecit. Të dy duhet të jenë në barazpesh me pjesën e kripës. Këtu kemi sallatën që e kemi lënë edhe në marinim, ftofet, Mangon më duket nuk e ke shtuar akoma. do ta vendosim në Në fund. fund. Po. Dhe bësh edhe për dekor. Është edhe për dekor, edhe për shije. Pra, sallata quinoa mjaftohet edhe vaj, limon, krip. Kemi gati edhe karkalecat. Por për më shumë shije normalisht, sa më shumë gjëra të shtohen, sa më shumë elemente, aq më mirë. Pra një minutazh i vogël për karkalecat është super i mjaftueshëm. 2 minuta kam përshtypjen. 2 minuta është më se e mjaftueshme për t'ja ndjerë të gjitha ato vlerat ushqyese që ka. Do të marrim edhe një tenxhere tjetër me induksion. Do të shtojmë vajin me 180 gradë. Për të gjithë miqtë që po na ndjekin, kanë ardhur tani, ne jemi në rubrikën e gastronomisë tek Eja tek ne. Me shef Redonin sot po gatuajmë 2 receta speciale që ishin fish and chips, Edhe peshk merluc dhe me patate dhe sallatë quinoa Po, të shoqëruar me avokado dhe karkaleca. dhe me mango. Edhe me mango, patjetër. Sallatën e kemi gati. Pjesë ta erdhi më në fund momenti mangos dhe unë e humba. Edhe pak Kaq pak mango? kastavec, po. Kaq nuk del për mua, jo më për një sallatë të tërë. Tani çdo gjë është e mirë, por është me kufi, me karar. Është e vërtet. Kur nuk merr atë recetën me gramaturë perfekte, bazohet shumë tek shija personale dhe vendosin ingredientët ndonjëherë në mënyrë të tepruar. Unë për shembull e kam të si problem, sidomos me fruta si mango ose avokado, pus më shumë se ç'duhet. Dhe shefi na tregoi që duhet kemi kujdes me sasinë. Sa më shumë perime të jenë në këto sallata është aq më e shijshme bëhet, por do të humbasim atë shijen e vërtet Të të quinoas, kështu që nuk do të kuptohet. Këto do t'i presim në kubike të vogla. Sa po ushtuan vlerat e kësaj sallate. Ku kombinohet avokado dhe pomodori në vaj ulliri, Atëherë, do t'i proces që do shumë mirë. këto të gjitha kanë secila ato vetit e veta ushqimore. Avokadoa është, si të thuash, një gjallë natyral. Është Vegetarian, gjallë vegetarian. Po, që ka yndyrën më të lartë nga çdo perime ose frut tjetër. Kështu që është e rekomandueshme për yndyrnat që ka dhe që i ka të tretshme, të shëndetshme, nuk janë yndyrna të shtuara, janë natyrale. Por do gjithmonë të duhet kemi- konsumuar në sasinë e duhur, pasi po u teprua, Një kokër avokado në ditë është e rekomandueshme nga çdo mjek. Kemi një pjesë tartari të vogël që do ta shtojmë në fund të pjatës me avokadon, se pjesën tjetër e kemi vendosur në sallatë. Do t'i bëjmë montimin që do duket edhe bukur. arritëm në fund në procesin e servirjes dhe më pas të degustimit. Pra shtresa e parë Aty do shohim shef se çfarë kemi realizuar. Shtresa e parë do të bëhet me avokadon Po. dhe më pas me sallatën. Jemi në momentin final që do të gatuajmë edhe peshkun edhe pataten. Për mendimin tim shtojmë një herë pataten. Patatet sa duhet të skuqen? Patatja po ta shikosh, ka marrë pjesën e zjerjes, është mjaft e butë edhe nga brenda dhe tani ka ngelur vetëm për pjesën krokante që do të përdorim këtë do ta eliminojmë. Kemi mjaftueshëm. Me qoftë se rastësisht ne i kemi haruar patatet dhe janë zjerë më shumë se ç'duhet. Çfarë bëhet në këto raste? Apo është okay, mund t'i kalojmë pastaj? Jo, atë patate mund ta mbajmë për një gatim tjetër, mund ta përdorim në gjell po. Nuk bën për. Mund ta përdorim në gjell edhe ose në një pure patate, ndërsa në këtë gatim do të na duhet një patate e zjerë pak. Po ashtu edhe ftofur në ujë ose në akull,
që ajo mos të vazhdoj zgjerjen. Do të presim sa ajo të jetë gati dhe do të bëjmë edhe montimin e Sallatës sallatës quinoa. quinoa. Sa ngjyra të bukura që ka? Avokadon e atë mangon e futa brenda. Nuk është apo do përdorësh tjetër Do të për përdorim disa feta të holla nga lart për pjesë dekori. Nëse Pjesë duam ta dekorojmë se syri është pikturë më vete, secili ka të ngjyrat e veta. Ne do ja shtojmë disa feta të holla nga lart për dekor. Dhe këtu jemi gati. Shikojmë edhe pataten, edhe patatja për 2 minuta do të jetë gati. duket e gatuar. Për pak. Edhe pjesën e peshkut që do të kemi mielin, do ta kalojmë në fillim në pak miell fileton e peshkut që kemi marinuar dhe ajo tani e ka marrë kripën mjaft mirë edhe në pjesën e tulit. Dhe ne do të shtojmë pak miell, edhe kalimi në miell në fillim, më përpara se ta kalojmë në brum, do të bëjë që ajo të ngjitet sa më mirë në brum dhe brumi nuk do të shpërbëhet kur të skuqet në vaj. Siç bëjmë edhe kotoletat në shtëpi që i kalojmë një herë në miell, vezë, pastaj në thërrimet e bukës, në galet. Pra mielli bën këtë pjesën e ngjitje sa më të mirë të brumit. Vetëm me miell gruri apo jo? Po, kjo është një recetë me miell gruri. Nuk futen mielrat e tjerë. Pra kemi peshkun merluc të marinuar me krip dhe me mielin e grurit. Për salcën tartar na duhet kastravec turshi, aroma më të mira dhe më të freskëta. Në fakt edhe kastravecat, edhe perimet turshi kanë goxha vlera për shëndetin. Si kisha menduar që nuk ishin shumë të mira, po gjithmonë varet se si bën, nëse bën në mënyrë natyrale, pra pa aciditete të shtuara, janë shumë të mira. Realisht janë shumë të mira. Tani do Jo të vetëm duhet për të pak shihet dhe kaperi. Kaperin i kemi këtu mbrapa, Sorry, thasi kishe futur këtu. po edhe kaperin do ta ngrim pak. Do të bëjmë një salcë tartar, që do të thotë me perime të konservuara, të marinuara. Mustarda edhe majonezë. Mustarda Dhe majonezë. mayoneza. Perime të prerimët, është mustarda që do të na duhet një pjesë e vogël, dhe majoneza në një masë më të madhe. Do ndikojnë shumë tek shija. Nëse nuk do të ishte njëra prej tyre, kam vështirën do çalonte Kjo është fantastike për këtë recetë. Ne këtu kemi edhe pataten gati dhe do të vazhdojmë pastaj me teshkun. Një patate që duket është mjaft krokante nga jashtë. Mjafton të jeni të vëmendshëm tek sekretet që na tha shefi. Të zihen përpara, më pas të lihen pak minuta në vaj me temperaturë 180 gradë. 180. Dhe ne do t'i ulim temperaturën Sepse është momenti i merlucit, apo jo? merlucin do t'a gatojmë në 160 gradë. Po edhe ai do të bëhet krokant nga jashtë dhe mjaft i butë brenda. Kemi eliminuar gjithë patatet nga tigani dhe erdhi momenti i edhe salcën e kemi gati për shoqëruesen e patateve dhe të peshkut dhe erdhi momenti final që ne do të shtojmë peshkun. Realizuam me birr, me miell dhe njëherë ta rikujtojmë për teleshikuesit. Atëherë kemi birr, kemi fryrsin e brumit, kemi miell edhe krip. 3 përbërës që gjenden në çdo kuzhinë. Minimumi pse bëm në fillim brumin e peshkut fish and chips, sepse kjo do atë pjesën e vet të vijë, i themi në gjuhën e kuzhinës. Pra duhet të pushoj, çdo lloj brumi duhet të ketë pjesën e vet që duhet të pushoj. Dhe ne në këtë moment kemi vendosur peshkun në një brum që ka pushuar mjaft kohë, mjaft mirë dhe është gati për përgatim. Le të themi që 20 minuta mund të jetë pjesa e sa është dashur që të vi. Minimumi është 10 minuta për të përgatitur, për të përdorur. Nëse do ta bëjmë në moment, nuk do të marrë atë fryrjen që do të krijojë dhe do ta shikojmë në fund. Duhet të ketë konsistencën e një salce, le të themi.
Paka shumë të një brumi për krepa. Jo brumi për petulla, ose jo një brumi buke, ose jo një diçka me hollë. Duhet jetë një masë homogjene që edhe pjesa e peshkut në skuqe të marri edhe të jetë mjaft të qëndroj mjaft bukur edhe me pjesën e peshkut, edhe mos të shpërbëhet në vaj. Patjetër i kemi vendosur në një pjatë që ka një picet që në mënyrë për të thithur vajin. Tani do të vazhdojmë edhe me pjesën e dekorit të pjatës që kemi me sallatën. Do jetë mangoja bashkë me lëkurën për ngjyrë. Atëherë do të vendosim edhe spinaqin. Më duket përfundua me sallatën tonë nga shefi jon Redoni, një sallatë e thjeshtë, plot shije, plot ngjyra me një aromë shumë të mirë. Dhe tani do të vendosim dhe me shumë vlera ushqyese. Magjin që i themi ne kuzhinierët mbi pjatë, që është natyra, është një vaj ulliri. Ne do të shtojmë një pjesë të salsës. Salsën që bëm me kapër, me majonez, me mustard, edhe majonez, mustard, kastravec turshi, kaperi, edhe kjo është një salsë tartar mjaft e mirë. 2 recetat, me çfarë pjesë sugjeron t'i shoqërojmë? Atëherë, për pjesën e peshkut, kjo recetë peshku mund të serviret edhe mund sugjerohet shumë edhe për fëmijë, për mosha të vogla, por është një peshk që shkon po ashtu edhe me birrën, sepse kemi gatuar me birrë, por edhe me verën e bardhë që do të shkoj shumë. Ndërsa pjesën e sallatës mund të shoqërohet edhe me një roze nëse duam ta shoqërojmë në një restorant kur jemi, por edhe me një lëng frutash natyral është një detoks është super. Bëjmë edhe një montim sa më të thjeshtë. Jemi dritë përfundimit dashur miq, të 2 recetave shumë të thjeshta, që edhe ne që nuk jemi shumë mirë në kuzhinë, mund të realizojmë. Edhe kjo është edhe pjata e dytë. Duar trokitje. Nuk kemi një publik, po ke Antonetën këtu për të duar trokitur për punën e mrekullueshme që ke bërë. Atëherë mua më iku... Sa e mrekullueshme është do ta them pasi ta provoj. Mua më iku koha duke shpenzuar, po edhe unë duhet ta provoj këtë pjatë. Tani duhet të gjejmë servise për të dy ne, për ta degustuar, për të degustuar të 2 recetat. Nga unë e kam këtë lugën që po përgatis herë parë, shumë ne shefat provojmë zakonisht edhe me gishta në kuzhinë. Kështu që me gishta? Me gishta, kjo është gishti. Me lugën e kemi për çdo gjë. Mund ta provosh, kjo ishte pjata, është e shishme. Atëherë, duhet më thosh pak atë kombinimin e djathit me që është bërë me ullirin, janë 2 baza të kripura, me yndyrnat që ka edhe avokadoa, ëmbëlsinë që ka mangua, po ashtu aftësinë, domethënë aciditetin e domates, një kombinim perfekt me fibra që t'jep të gjitha edhe spinaqi, është një pjatë perfekte dietike, sado që ka yndyrna të shtuara, por i ka natyrale, që do të thotë të ndihmojnë në pjesën e tretjes së ushqimit dhe djegjes së kalorive të tepërta që ka trupi i njeriu. Ndërkohë të ndihmojnë edhe që të kesh ndoshta masë muskulare. Siç e thash, trajnerët, instruktorët e palestrës e sugjerojnë sallatën me quinoa dhe produktet e detit normalisht. Kemi edhe pjesën e peshkut që kemi, po edhe këtë është e rekomandueshme. Mund të fillojmë patatet, se patatet janë preferuaret me pak salcë. Ngjan si një fast food për pjesën e skuqjes, por që në realitet është një ushqim mjaft i mirë edhe i shëndetshëm, pavarësisht se kur e gatojmë në shtëpi tona e kemi edhe më të sigurt. Seriozisht i ke qarë. Birën e marrë birë që edhe për shumë e mirë. Provoj edhe pjesën e peshkut dhe më pas do i provoj edhe unë. Është aq i butë nga brenda merluci, sa u kudire. Unë do të vazhdojmë ato që kam vetë. Ju bëm që t'ju rritet nepsi, po duhet që t'i gatuani dhe ju,
dhe të shijoni këto receta të thjeshta, të shëndetshme dhe shumë të shijshme. Kaq kishim për sot. Faleminderit shumë Redon. Faleminderit Ishte një Antoneta. kënaqësi, mezi pres të mblidhemi përsëri në kuzhinë për të mësuar disa gjëra të reja. Faleminderit miq që na ndoqët. Vazhdojmë me rubrikat e radhës në Eja tek ne. Faleminderit, mirupafshim.